Çdo qast të fton të jetosh nga origjina dhe të flasësh me vetveten tënde të vërtet. Ne jemi vazhdimisht në kërkim të diçkaje që besojmë që mund të na sjellë lumturinë një ditë. Ky meditim do të ndihmojë të orientosh vëmendjen tënde brenda vetes për të gjetur lumturinë e vërtetë. Mirë se vjen në këtë meditim që do të ndihmoj të aksesosh qartësinë në vetvete. Faleminderit që je këtu dhe po i kushton kohë vetes dhe universit për të lidhur më thellë. Të ftoj që për këto 10 minuta të qetësohesh dhe t'i kalosh vetëm me mua, me veten dhe me universin. Gjej një vend ku mund të qëndrosh pa shqetësime për 10 minutat të ardhshme. Ulu rehat dhe gjej një pozicion ku ti ndihesh komod. Qetësisht, shtrirë ose këmbë kryq. Të ftoj të mbyllësh sytë dhe të marrësh një frymë të thellë. Me frymë përmes hundës dhe nxirre përmes gojës. Ndjeje ajrin që hyn në trupin tënd dhe se si ai del duke sjell qetësi. Me çdo frymëmarrje ndjeje trupin tënd si relaksohet. Edhe nëse ndihesh me ndonjë ndjesi trupi apo mendime, lejoje trupin tënd të jetë ashtu siç është. Ti je këtu. Ti je e sigurt. Ti je në paqe. Edhe nëse ndoshta ka ende ndjesi fizike ose mendime, le të fillojmë duke i vëzhguar me kuriozitet mendimet. Njihemi me to si re në qiell, që shkojnë dhe vinë. Të ftoj të dëgjosh me vëmendje zërin tim dhe të ndjesh heshtjen midis fjalëve. Kjo heshtje është një melodi. Një melodi e qetësisë. Kur vëzhgon mendimet e tua, ndoshta kupton që një mendim është aty, por gjithashtu edhe një heshtje.
mes mendimeve. Njihemi me këtë ndjesi dhe me vetdije ndje se çfarë po ndodh brenda teje. Ndoshta një emocion, ndoshta një dritë, apo ndoshta errësirë. Çfarëdo që të jetë, lejoje trupin tënd të jetë ashtu siç është. Nuk ka asgjë për të arritur, asgjë për të detyruar. Thjesht percepto dhe vëzhgo. Edhe nëse ke ndonjë ndjesi trupi apo mendime, çelësi është në të qenurit. Nuk është nevojshme të bësh asgjë për të kthyer në rrjedhën e jetës. Një program i lashtë brenda nesh gjithmonë kërkon ribashkim. Lejoj vetes të jesh thjesht ashtu siç je. Kur dorëzohesh, jeta të çon në shtëpinë tënde të brendshme. Në heshtjen midis fjalëve të mia, mund të kuptosh një paqe të thellë. Fryma jote është mësuesi yt më i mirë. Lëre atë të rjedh. Kur mendja jote largohet dhe mendimet krijojnë hapësirë, sille atë butësisht mbrapsh të ky mësuesi yt më i mirë. Ktheu përsëri tek frymarrja. Tani hap ngadalë syt dhe vëzhgo për një çast se çfarë po ndodh rreth teje. Përqendrohu tek frymarrja. Fokusohu tek frymarrja. Faleminderit që i kushtove kohë vetes dhe ndave këtë meditim me mua. Nëse e praktikon këtë meditim çdo ditë për 30 ditë, do të gjesh qetësi brenda teje dhe do të ndërtosh një lidhje më të thellë me veten tënde. Nëse kjo video të frymëzoi, abonohu në kanalin tim. Le të sjellim më shumë magji falas në botë dhe të rritemi së bashku.